edhe unë vazhdoj kështu. Pra ky është konflikt i ngrirë, ky është definicioni i konfliktit. Po, një konflikt i ngrirë. Por kapacitet derisa të vim në këtë pikë, kapacitetet ushtarake të Ukrainës do të dobësojnë deri në atë pikë që do të mbrijnë atë ku thotë Rusia që një ushtri të reduktuar dhe ti s'ke më kapacitete të ngresh ushtrinë, se nuk ke më kapacitete as njerëzore dhe as ashtu. Dhe prandaj kurse këmbgulja e evropianëve për të vajtur në këtë deregje, pra për të vazhduar konfliktin në këtë pikë, është një shprehje që thotë, pra evropianët janë në atë pikën që thonë ta kesh mik të prish punë, ta kesh armik të hamun. Ky është niveli i Evropës sot. Mentor, dalim pak tek Turqia dhe pozicioni i Turqisë në këtë, le të themi, përplasjen e madhe Europë, SBA, Rusi, domethënë. Si ta lexojmë geostrategjikisht, sepse presidenti Erdogan, domethënë, ka folur për raportin e Turqisë me Europën si një partneritet strategjik. Çfarë do të thotë kjo? Për ta kuptuar ata që po na ndjekin. Në radhë parë do të kuptojmë çfarë po ndodh me rajonet që rrethojnë vetë Turqinë. Turqia është në një pozitë strategjike më të mirën që ka patur në dekadën e fundit. Ka korrur një fitore në Siri. 2. Ka arritur një marrëveshje me përfaqësuesit e kurdëve për organizimin e kryengritjes kurde të PKK-s, për uljen e armëve dhe përgjetjen e një kompromisi me ta. Pra, 2 element që kanë mbajtur në tension permanent në dekadat e fundit Turqinë. Dhe që të dyja këto në fakt kanë ndodhur mbasi ka ardhur presidenti Trump, mbasi fitoi zgjedhjet president Trump. Do ishte shumë e vështirë që nëse nuk do të kishte një dizangazhim të amerikanëve, të mbërrinim në këtë 2 fitore të mëdha strategjike për Turqinë. Dhe natyrisht që përveç tyre Turqia ka shënuar një rritjen e autonomisë strategjike në kuptimin e politikës së jashtme të saj. Pra, nëse deri në vitet 2000 politika jashtme turke ishte një zgjatim i politikës amerikane, sot Turqia ka politikë autonome strategjike. Zdyti, për ta mbështetur këtë politikë autonome, ka rritur kapacitetet ushtarake dhe natyrisht që ka rritur në një nivel të moderuar kapacitetet ushtarake konvencionale. Dhe në mënyrë të veçantë me dronët dhe po punon edhe për avionët, është duke ecur me avionët Kane kështu me radhë. Pra, Turqia ka shënuar një progres në pikpamje të industrisë ushtarake. Dhe Europa, natyrisht që i shet të gjitha këto Bashkimi Evropian. Dhe interesi i Bashkimit Evropian, nëse do të heqë dorë nga politikat ideologjike, është që të integrojë në një kornizë të re sigurie, në një arkitekturë të re sigurie, të integrojë në mënyrë të pashmangshme Turqinë, sepse nuk mund ta shmang, është një faktor i pashmangshëm në lindje të Europës. Dhe nëse Europa do të ketë një vizion strategjik për të integruar edhe Britaninë e Madhe, edhe Turqinë, njërën në perëndim, tjetrën në lindje, do të kishte një thellësi strategjike shumë më të madhe se sa ajo që ka vetëm brenda kontinentit në këto momente. Dhe Turqia është në pozita të mira për të negociuar me europianët. Gjithë problemi këtu është me kë europian negocion Turqia. Ky është problemi më i madh. Rruga e Turqisë. Gjëja më e mirë është ajo që po ndodh në marrëdhënie bilaterale të Turqisë me Italinë, dhe kjo është intensifikuar në mënyrë të veçantë në bashkëpunimin ushtarak. Zdyti, ka patur një ndryshim të qëndrimit të gjermanëve, se deri dje ka patur embargo nga Gjermania, Franca e kështu me radhë për një seri materialesh ushtarake që kërkonte Turqia. Tani, spaku kemi një tërheqje të tyre dhe me ardhjen e Merz, me siguri do të ketë një avancim të bashkëpunimit në mënyrë të veçantë në fushën e mbrojtjes ndërmjet Gjermanisë dhe Turqisë, dhe Turqia do blej edhe avionët Eurofighter, pritet shumë shpejt që të blej avionët Eurofighter, dhe do ketë edhe raketa kundërajrore të blera nga Gjermania. Pra, kemi një avancim të integrimit të mbrojtjes
të fushës së mbrojtjes ndërmjet Turqisë dhe disa vendeve europiane, por deri në momentin që kjo të bëhet një politikë e përbashkët europiane, duhet parë me skepticizëm. Jo, kjo a e bën Turqinë që të rrisë shpejtësinë e integrimit të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, se kjo është me interes, besoj. Presidenti Erdogan ka deklaruar edhe së fundmi që ata vazhdojnë të kenë interes për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Një. Por mbështetja e popullatës turke për antarësimin në Bashkimin Evropian ka ardhur duke rënë me kalimin e kohës, sepse kanë parë si një objektiv të pambërritshëm. Dhe besoj që shumica dërmuese e turqve nuk besojnë që Turqia do të jetë vend antar i Bashkimit Evropian. Keni parasysh që ky është një proces i hapur që në 1960-ën, dhe gjatë gjithë kohës është shtyrë. Unë personalisht nuk besoj që Turqia do të jetë ndonjëherë vend antar i Bashkimit Evropian. Ajo që duhet gjetur modeli i integrimit strategjik të Turqisë, por pa shkuar në integrimin e plot të Turqisë në Bashkimin Evropian. Dritan, si e shikon këtë deklaratë Erdoganit? Turqia ka një marrëveshje strategjike me Bashkimin Evropian, e ka bërë këtë para 12 viteve, pra nuk është se po ndodh diçka tre ose është gjë e re, por ta udhëheqësit politike përdorin sa herë kanë nevojë për arsye politike të njëjtën shprehje. Nuk është aktor global, ajo që diskutojmë. Turqia nuk është aktor global, është aktor rajonal. Pa ne Europa thotë. Turqia është aktor rajonal, nuk është aktor global. Dhe angazhimi i Bashkimit Evropian pra me Turqinë bashkë të thjesht do të jepte mundësi Bashkimit Evropian për të hyrë në një rajon tjetër në cilën aktualisht kanë hyrë, pra në rajonin e lindjes mesme, pjesën e Sirisë Bethllaf. Në këtë pra nuk bësh diçka globale. Globalja i mbetet gjithnjë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk mund të kaloj, sado të jenë bashk, në çfarë do lloj aspekti të bëhen bashk, Turqia me Evropën nuk mbulojnë aspektin global, nuk e bëjnë dot në mënyrë globale. Ka kërkuar Erdogani në këtë iftarin e fundit Dritan, se me që dolëm te fuqia globale, ka kërkuar që muslimanët duhet të bëhen pjesë e vendimarrjes globale, ka kërkuar gjithashtu që dhe një vend islam të bëhet pjesë e përhershme e Këshillit të Sigurimit. A jemi te kjo arkitektura e re, te ky rendi i ri botror? Këto që po kërkon pra, kemi një parasysh. Në mbledhjen e Riadit, pra në takimin e Riadit midis amerikanëve dhe rusëve, u arritën 6 marrëveshje. Dhe një nga marrëveshjet thoshte rishikimi i arkitekturës të sigurisë globale. Dhe ngritja një komisioni të përbashkët të rusë-amerikan për rishikimin e kësaj arkitekture. Dhe kjo që kërkon Turqia është në mbështetje të kësaj. Pra, duke qenë se kjo do rishikohet dhe këto dy palët kryesore që e kanë këtë në dorë do e bëjnë, atëherë dhe ne mundohemi të përfitojmë dhe të hyjmë te kjo. Jo, kuptoj. Dhe të zgjerojnë dhe një nga bisedat që është bërë është gjithnjë ka qenë rishikimi i Këshillit të Sigurimit, pra zgjerimi i Këshillit të Sigurimit. Jo lënia vetëm me 5 antar. Të tjerët janë të përkohshëm, pra siç ka qenë edhe ishim edhe neve 2 vjet. Pra ka qenë edhe Turqia dikur 2 vjet. Antar i Këshillit të Sigurimit në mënyrë të përkohshme, por ata duan në mënyrë permanente. Pra, dhe kjo do të sjellë në këtë rishikim. Pra ky rishikimi, kjo bisedë që këta kanë hapur, që është në nivel strategjik global. Turqia përkon të zërë një vend në këtë rishikim. Pra kur të bëhet ky rishikim, ne duam edhe një vend musliman. Çështja që ofron një vend musliman krijon një problem për Turqinë, sepse kur ti fluan një vend musliman, pra ka edhe vende muslimane që kanë fuqi globale më të madhe, jo, kanë më të mëdha se Turqia. Ti ke Pakistanin në këtë rast. Është një shtet islamik musliman dhe është edhe fuqi bërthamore. Turqia nuk është fuqi bërthamore dhe ka shkëputje strategjike totale nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, nga Rusia, pra ka bashkëpunim me të gjitha këto, por nuk ka varësi nga këto. As varësi mbrojtje, as varësi ekonomike. Dhe nga ana e pikpamjes të fuqisë në momentin e shikimi, pra kjo e cënon Turqinë në këtë aspekt në rast të shohim një vend musliman. Është shumë më e rëndësishme se Turqia Pakistani. Është shumë më e rëndësishme se Turqia Pakistani në çështje të rëndësisë strategjike. Nuk është fort e qartë kjo. Është një vend më i madh, natyrisht ka deterrencë nukleare, po për shkak të konfliktit që ka me Indinë, jo për shkak të rëndësisë në nivel global që ka Pakistani. Tani ç'është kjo? Duhet të ndajmë dy gjëra. Kur flasim për arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare, nuk është e njëjta gjë me arkitekturën e qeverisjes globale.
për arkitekturën e qeverisë globale ka një 30 vjet që janë ngritur disa komisione. Ka propozime pafund në OKB për ndryshimin e OKB-s. Jo për qeverisë. Kur flasim për qeverisën globale është tjetër gjë, dhe këtu përfshihet edhe Këshilli i Sigurimit, përfshihet OKB-ja, një seri agjencish të OKB-s e kështu me radhë. Dhe ka patur kërkesa në vitin si për të reflektuar dinamikën e ndryshimeve gjeopolitike. Mirëpo nuk besoj që do mbërrim ndonjëherë në një konsensus nga fuqitë e mëdha për ta ndryshuar arkitekturën për cilën është rënë dakord që në luftën e dytë botërore. Tani, sa i përket arkitekturës sigurisë, këtu flasim për tjera gjëra, këtu flasim për sferat e influencës, për rolin që kanë fuqitë e mëdha, për rolin që ka deterrenca nukleare, për traktatet e mospërhapjes së armëve nukleare, ka një seri elementesh që përbëjnë arkitekturën globale të sigurisë, ku përfshihen natyrisht edhe ligji ndërkombëtar dhe qeverisja globale, por janë shumë komplekse. Tani kthehemi në rastin konkret tek çështja e Turqisë. Natyrisht që Turqia në vetvete nuk mund të jetë aktor global, do jetë një aktor rajonal, se nuk ka asnjë lloj kapaciteti për të qenë aktor global dhe i vetmi vend aktualisht që mund të projektojë fuqi në të gjithë pjesët e globit janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, prandaj dhe janë superfuqia e vetme në botë. Natyrisht që po përpiqet Kina të mbërrijë disa nivele, por nuk është aktor global në këtë pikpamje as Rusia, sepse Rusia nuk projekton dot përveç kapaciteteve nukleare, Rusia nuk projekton dot as fuqi ekonomike, as fuqi ushtarake jashtë rajonit të vet. Në këtë pikpamje janë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës ato që janë superfuqia globale që mund të projektojë fuqi ushtarake jashtë territorit të saj për shkak të gjitha shkaqet që ne i dimë dhe i kemi diskutuar në VMC. Por Europa, natyrisht që Europa shtrihet në një pozitë gjeografike shumë të rëndësishme për globin. Dhe nëse integron Turqinë, këtu nuk bëhet fjalë vetëm për integrimin e Turqisë, por këtu bëhet fjalë për hapjen e kanaleve të reja energjetike nga lindja e mesme drejt Europës, për rrugë të reja tregtare që shkojnë drejt integrimit të brenda një bloku të madh tregtar të Indisë, po ashtu dhe Kinës. Dhe natyrisht që kjo është një sfidë shumë e madhe edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës në pikpamje të zhvillimit ekonomik. Bëhet fjalë edhe për një korridor që është korridori i famshëm që lidh Indin, lindjen e mesme dhe Europën, por që në fakt anashkalon Turqinë dhe ka patur debate shumë mëdha për këtë e kështu me radhë. Pra kalon edhe nëpërmjet Izraelit. Arabisë, Izraelit e kështu me radhë. Dhe ka shumë dinamika që po ndodhin, si në pikpamje të sigurisë, mbrojtjes e në pikpamje ekonomike. Prandaj është ende e paqartë se drejt çfarë arkitekture po shkon bota. Te kjo një vend islam në Këshillin e Sigurimit ka kërkuar Erdogan. Tani, sa i përket kësaj, për mua nuk ekziston ajo që quhet bota islame. Vendet me shumicë muslimane janë më shumë në konflikt me njëra tjetrën se sa janë me vende jo muslimane. Tani, imagjino çfarë konflikti ka Irani me Arabinë Saudite. Si mund ta vendosësh brenda një bote islame Iranit dhe Arabinë Saudite? Po ashtu, marrëdhëniet e Arabisë Saudite me Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shumë më të mira se marrëdhëniet e Arabisë Saudite me Turqinë. Pra, në këtë pikpamje kush do jetë ky vendi islam që do jetë antar i nuk ka vend islam është oksimoron, po. Është diskutim tjetër. Këtë po Erdogan e mori në rast se merret si thotë Erdogan, do merret me bazë të fuqisë ushtarake çfarë Kjo është në rrjedhën e retorikës së president Erdogan për të marrë një lloj leadershipi ndërmjet botës myslimane, dhe më shumë në pikpamje propagandistike sesa në pikpamje të një politike reale. Ndërkohë, mentor, do ta vazhdoj me ty se me Dritanin diku e kemi diskutuar këtë. Kemi avancimin e Izraelit në le të themi te druzet afër edhe Damaskut. Kemi edhe Turqinë nga ana tjetër, kemi në Siri një shqetësim të madh për këtë avancim të Izraelit, të forcave të Izraelit afër Damaskut. A mund kthehet Siria në një fushë betejë të luftës midis Turqisë dhe Izraelit, nisur nga fakti që Izraeli nuk po ndalet për sa i përket avancimit brenda Sirisë? Siria natyrisht është deri diku është një buffer zone tani më ndërmjet një zonë